transportin detar dhe rrugor. Sepse ajo rrugë bënte më të përshtatshëm portet shqiptare. Dhe kështu janë. Vlora është territori i ujrave të thella, por porte mund ndërtohen aty ku vendos fuqia e teknologjitë të gjitha e lejojnë atë, është e njohur kjo. Natyrisht ne jemi kundërvu dhe i kundërvimi Dubai City të Edi Rams dhe arabit ti Al-Alabar. Ajo është një monument korrupsioni i përmasave të jashtëzakonshme, monument me cilin Edi Rama dëshmon se po realizon ëndrën të bërit një miliardier. Ndaj dhe duke hedhur poshtë idenë e shtrimit të ndërtimit në Durrës të një Dubai City, ne qëndrojmë pranë sinjetike të porteve. Veçanërisht ndërtimi i ekurulës Tiranë-Prishtinë apo Durrës-Prishtinë e bën Durrësin, Munët dhe Vlorën. Nuk të them ju në vitet 2007 ne kishim një projekt gjigant për Vlorën. Dhe ky projekt parashikonte portin më të madh në rajon, në Zvërnec, diku afër Zvërnecit. Ky projekt ra viktim e fluskës që pësoj City i Londrës. Mbasi prapa këtij projekti qëndronte një grup i fuqishëm financiar në Cityn e Londrës dhe punon shumë për projektin. Por atje siç e dini, ndodhi një piramidizim disa bankave të Cityt dhe projektin e nxori e bërit pa. Por sidoqoftë studime, ne kemi dhe studime do bëjmë. Dhe Shqipëria do të bëhet epiqendër kryesore e transportit detar në rajon. Në programin e përgatitur jashtë kushtuar një vëmendje veçantë sistemit të ujësjellsave dhe kanalizimeve. Kur ekziston një shembull dhe ekzistojnë të gjitha bazat për ta adaptuar atë në vendin tënd, sa kohë që ti nuk arrin të adaptosh, ndjen keqardhje të madhe. Është një vend që furizon qytetarët e vet falas me ujë. Dhe ky vend është Austria. Logjika e këtij vendi është vend që i ka pri kapitalizmit në zhvillimin e vet, sepse ajo prenori ka qenë themeltare në vlerat konservatore. Por logjika e atij vendi është sepse Austria është vend plot me ujë. Edhe duhet ju furnizoj banorëve të saj ujë. Shqipëria nuk ka më pak ujë se Austria në sipërfaqen dhe në popullatën e vet. Ne kemi burime ujore shumë të mëdha. Mbi toksore nën toksore. Kemi reliefin gjeografik shumë përshtatshëm. Për t'i përdorur këto burime për banorët. Kjo qeveri zgjidhjen e shef të rritja e çmimeve,
Absolutisht jo.